Me iniciativë të shoqatës humanitare Mëshira dhe me përkrahje të shoqatës humanitare nga Norvegjia, e cila vepron në Kosovë, familja Adilin nga Brodeci dhe Tovës së shpejti do të jetë me shtëpi të re. Kryetari i shoqatës humanitare Mëshira Akilu Shtaku thotë se ne si shoqat kemi gjetur një bashkëpunim me shoqatën nga Norvegjia, të cilën kemi marrë një iniciativë për t'i ndërtuar familjes Adili nga Brodeci një shtëpi, e cila ka 4 anëtar të familjes dhe e cila kishte më së shumë nevojë për këtë shtëpi. Na më parë jam mundu me ndihmu me gjana shimore me gjana, po kemi gjetur një bashkëpunim edhe me shoqatën nga Norvegjia dhe shpresojmë se ky projekt do të jetë dikon për 35 familje do të jenë në shtëpinë e re. I lutem të gjithë qytetarët, të cilët dëshirojnë të ndihmojnë këtë familje me material ndërtimor, e kanë mundësinë të vinë materialin vetë deri te kjo familje. Ndërsa nga shoqata humanitare nga Norvegjia deklarojnë, ne si shoqat kemi gjetur një bashkëpunim të mirë me Mëshirën këtu në Maqedoni dhe mendojmë se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa tani më në Kosovë jemi duke ndërtuar për momentin 7 shtëpi për familjet skamnore. Ne kemi një shoqat humanitar ndihmë të varfërve në Kosovë, po humaniteti nuk ka kufi. Na kena shpejt dëshirë me dalë në Makedoni me ndihmu ai skamnori. Bashkëpunim me shoqatën Mëshira që kena gjetë bashkëpunim shumë të mirë. Arritëm t'ja fillojmë sot të fillojmë themelet në Brodec të komunës të Tovës. Nga kjo shoqat bën apel që ata që kanë mundësi të ndihmojnë në këtë familje për ndërtimin e shtëpisë dhe ndihmën e tyre mund ta dhurojnë tek shoqata Mëshira ose drejt për drejt tek familja Adili në Brodec. Shtëpia e familjes Adili pritet që të mbarojë për 20 ditë.